Nëntori filloi me një ekzekutim në Selenic dhe pasoi në një seri ngjarjesh tronditëse. Më 1 nëntor Dalan Alliaj, 36 vjeç, u ekzekutua nga djali i Xhaxhait, Bertil Alliaj, i cili u arrestua 5 orë mbas ngjarjes. Ky i fundit i dënuar në mungesë me 35 vite burg për vrasje dhe rezultoni shpallur në kërkim si autori i masakrës së Çoles, ku mbetën të vrarë 3 të rinj. 10 ditë më pas, ekzekutohet në mes të ditës në aeroportin e Rinasit Gilman Dodani, miki i Emiliano Shullazit dhe punonjësi i AMP, Muçi Shaljani. Mesditën e 25 nëntorit në Lushnjë, regjistrohen të shtëna me armë zjarri, fatmirësisht pa viktima. Persona ende të pa identifikuar qelluan me breshëri Kallashnikovi mesditën e 25 nëntorit drejt automjetit të 45 vjeçarit Julian Sula, i njohur si Juli i Pashakos dhe rivali Aldo Bares. Biznesmeni 43 vjeçar Edmond Hyka, alias Mondi Mhalla, u ekzekutua mbrëmjen e 30 nëntorit në mjetin e tij Range Rover, i cili gjendej i parkuar pranë karburantit Xhaxhi Oil në pronësitë të tij. Teksa muaji nëntor u mbyll mes atentateve dhe viktimave, vendi kthehet drejt një muaji të ri ku hetimet priten të finalizohen.